kërkoj nga ju të merrni vendimin që nuk deformon historinë. Faleminderit shumë. Vazhdojmë pra me seancën e shëtimit qëtësor të nëndës numër 68 numër në 6 në 5 të datë të se 6-7 në për shatë në nësëmarë për në një arës në në fakultet të transition në një kresë në shatë për dokumente të kodikulat në kresë pësovës. Stanë të përna të parë në qërë statike të në nësë nësuar të tanzionit tjene. Në sësot të gjënë vetëm për tanzionit dhe në skejska. Stanë të në bërë pragjishore të statike praktikon të gjithëfatës për janë Berisha, prokuror të abdina Mani, dhe të ndërë me avokat pas në tyre zërëtore, avokati në të në njështë që dume. Stanë të kërë ora në në të përkes një nga brejti që papri të shumë? Pa brejti. Sa të përdo të vivon të asë të një pakë, në përshë më në brejti, të në nga sema të zorë dhe në një nga shatë të së në nga të në gjikatore, por kanë dhe një propozim të caktuar, pa propozim, atër pas të pakë kanë propozime, seanca të ashtën, atë ku kanë vetë seancën e kaluar, apo vetë dëgjimin e të panverën. Të panverën gjënë e shpesë, aku konsultën nga gjësratë të se? Shtohë nësëm lejo. Po? Pas konsultimit që kemi pas me të mbrojtërin tim, ne kemi vendosur me izdorë nga dëgjime dhe dojmë me shku direkt me fjallë për të ndëtarë. Për së ta vita keni në propozim jo, vetëm të shka, përse në rështë nuk du të vizëm drejta, të dojmë të atim nga fjallë. Se me të fatë në të pasë për profesorë, po pra, i pozorë të ambirë se ta dojmë të deklaru, më mbrojtë në heshte, më përgjithë që ta pyre, mbrojtë në heshte në këpën që se të në pajsim, kurse ta një pajsim së është të tonë të të se ka drejtë në politik në avokat, si vërë të sakru si vazë të rezultare, por të sakru në një avokat si pas papolizimit apo papolizimit të kishë. Atëre, fjallë të ka avokati, qëtë, fjallë në kërkan mbrojtësit të ndërë të avokati Lorë Prene. Pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtërin e këtë, mbrojtërin heqë dorë nga e drejta për të deklarua apo për të marrë në pyetje. Dhe se pretendimet tona do t'i paraqesin në fjalën përfundimtare. Së në një gjashme e sot, apo një do tjetër? Jo, sot një. Të së në një gjashme se të e në sot. Faleminderit shumë. Faleminderit pajtoni, po. Po. Faleminderit që në kështë të vërën se pajtoni në universitet. Të dhe shkeri. Gjysori. Kërkëm nga parë të procedurë që para se vazhdojmë me fjalën për vëndone, të pyet se ato do të propozim të saktuar për provë ose do të propozim tjetër. Po, nuk kanë propozime.
pasi se fort nuk kam propozime të caktuara, seanca vazhdon me fjalën për vëmëtarët e palëve. A je gati që vazhdoj ka vëmëtarët? Po. Që visë në shi? Dhejtë në qëve. Unë nga përparoj. A ke përgati në shkrima? Jo, në formë me dërësu që sa. Jo, ok. Se vajtë dhim me formulim. Unë nga? Edhe, në këto, përbëria dhe milionë të shtim, pas në bajtës e shqipinë të Kosovë, prezentimin të provë dhe fatën, duke u bazuar në nemin 3-4 të për këtë këtës, e ndryshon dispozitivin atë akuzës me numër PP, E ndryshon dispozitivin atë akuzës me numër PP, numër 2 ramak, me numër e ndryshon dispozitivin atë akuzës me numër PP 2 ramak, numër 16518, në 16518, 16518, 16518, të datës 26/7/2019, ashtu që tani të të jetë. I panderi Gjelan Sveqe, se du të pori panderi Gjelan Sveqe, në datë 21/3/2018, prej orës 12:10, jezër, kërë në mund të më shumë. 12:10 prej orës, 12:10 deri në orën 15:40 në Prishtinë. Presë, jenë në 15:40, e 40 keni 5. Në Prishtinë, në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Presë. Gjatë mbajtjes së seancës së jashtëzakonshme plenare. Presë. si jashtëzakonshme plenare, Ka përdor armë bombolën e gazit të cjellës. Me përmbajtje të agjendit kimik CS në mënyrë friksuese ndaj deputetëve dhe personave të tjerë të pranishëm në sallë. Ashtu që në disa raste, gjatë asaj seance, e ka aktivizuar bombolën dhe ka hedhur brenda sallës së seancave plenare pa asnjë paravendrim paraprak të personave të pranishëm dhe pa u lënë atyre mundësi largimi, duke shkaktuar përhapjen e gazit irritues në hapësirën e mbyllur të sallës. Në atë mënyrë që personat e pranishëm nga frika për shëndetin e sigurinë e tyre janë detyruar ta lëshojnë sallën e Kuvendit dhe seanca është ndërprerë. Me qka ka kryer vepra penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm, kaneni 375 paragrafi 2 Kodit penal të Republikës Kosovës për vitin 2012. Njëkohësisht ecë dorë në vite penale për
për vete penale pengim ose rezultate. Kryerjen e këtyre rezultateve. Shkak të parashkrimit të kësaj vete. Pjesa tjetër a akuzës në vetë të pandyshuar. Vlerësimi i provave që vërtetojnë gjendjen faktike në atë akuzë. Raporti i ekspertëve të njësisë për trajtimin e mjeteve të improvizuara, eksplozive, Policisë Kosovës. Në datës 8/2/2019. Jem ekspert për trajtimin e Njësisë për trajtimin e mjeteve të improvizuara eksplozive. Në datës 8/2/2019. I cili vërteton se cilindrat bombulat e evidentuara si provë në këtë rast përmbajnë 5% agent kimik CS. Se një cilindër i mbushur pas aktivizimit mbulon një sipërfaqe prej 125 metra katror. Dhe se gazi dërcjellës ka efekt më njershëm në organizimin e njeriut, siç janë lëtimi, djegja, marrëmendjet, acarimi në frymëmarrje, ngushtimi i gjoksit, e kolla. ngushtimi i gjoksit dhe kolla. Gjithashtu ky raport përcakton se kjo bombull konsiderohet armë sipas ligjit për armë. Propozoj që hapës që këti raport kja falë besimin në këtë sepse është i përpiluar ka zyrtarë kompetent policisë Kosovës, të cilat ka një uri përkatëse të fushës. Nga vendo incisimet e administruar në këtë shqyrtim gjyqësor të datës 3/7/2026, siguruar nga Kuvendi i Kosovës dhe nga media. Vërtetohet momenti kur i pandehuri Xhelal Stesa e ndez bombolën e gazit dërcjellës dhe e hell brenda salës së seancave plenare. Dhe konkretisht PCD-ja numër 6. Minuta Dhe konkretisht ku? CD-ja me numër 6. Minuta 40. Sasi e konsiderueshme e gazit dhe personat largohen ka hapësira të koshtirë dhe bombolla. Nga fotodokumentacioni dhe fotoalbumi i drejtorisë së teknikës kriminalistike, e përpiluar nga zyrtarët policorë, cilën vërtetohet
Gjetja e pëmboljave të aktivizuara dhe të pa-aktivizuara në sallën plenare dhe në sallën plenare të seancave të vendit. Gjithashtu nga raporti vend në ngjarjes të një zyrtarit e Kengashit vërtetohet se në vendin e ngjarjes janë evidentuar 18 dëshmi. Shumica janë bombolja të karcit të thjellëse. Gjetura në sallën e seancës plenare. Nga vendimi i Policisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, numër 112 i datës 21 mars 2018 i marrë në përputhje me Kushtetutën dhe rregullorin e Kuvendit. Vërtetohet se seanca e jashtëzakonshme plenare e asaj dite është bërë e pamundur për të vazhduar pikërisht për shkak se erë gaz gjatësjes dhe u cënua siguria dhe shëndeti i deputetëve. Si dhe vërtetohet U cënua kush siguria? dhe shëndeti i deputetëve. Si dhe vërtetohet se i pandehuri Xhelal Zvejsla është njëri ndër deputetët që i është shqiptuar mos si timore. Gjallja faktike vërtetohet pjesërisht edhe me vetë deklarimin e të pandehurit Xhelal Zvejsla edhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 3/7/2026 në pranit të mbrojtësit të tij, ku i njëjti ka deklaruar se kemi tentuar të parandalojmë një tallti. Se deputetët është dashur të dalin nga sala. Dhe se tentimi ynë për të penguar ka qenë. Autorët e deklarimit të pandehurit, cili ka pranuar se veprimi është ndërmarrë nga ai çka është vendimtare të çështjes penale, se qëllimi i tij ishte pikërisht që deputetët ta lëshojnë sallën në çështje penale. Nuk është kontestues fakti se në datën 21/3/2012 nga vetë mbrojtja gjatë seancës së mbrojtjes së jashtëzakonshme janë aktivizuar dhe janë hedhur pëmbolja. Nuk është kontestues as fakti se i pandehuri Xhelal Zvejsla
qenë i pranishëm nga camës. Nuk është kontestues pas fakti. Se pas aktivizimit pëmbullave, personat të pranishëm e kanë dyshuar salën dhe seanca është ndërprerë. Nuk është pare kontestues as nga mbrojtja. Se në vendin e ngjarjes janë evidentuar dhe sekvestruar dëshmi pëmbulla të shpërthyra dhe të pashpërthyra. Kontestues është fakti nëse i pandemi është personi i cili i ka aktivizuar dhe hidhur pëmbullën e gazit të cjelës. Pëmbullën e gazit, jo të cjelës. Gjithashtu mbrojtja e kërkon nëse objekti i hidhur në këtë rast është parë në kuptim të ligjit. Ashtu si që të ndonë mbrojtja, pëmbull tymi pa agent litus. Ashtu, Kristus është fakti nëse përdorimi i atij mjeti është bërë në mënyrë fiksuese dhe persona të pranishme. Por prokuria dërson se të gjitha faktet kontestuese në çështje penale janë provuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Si vjen se Panteri është personi i cili e ka aktivizuar dhe hedhur pëmbullën. Ky fakt për këto ka të vëngjëzime. Ku shihet qartë momentin ndezës së pëmbullës nga i Panteri. Vendimi i kryesisë së kuvendit cili e nën Panterën si person që ka hedhur kaosën të cjelës. Por edhe nga vetë deklarime të Panterët në këtë shërtim mësore, cili ka deklaruar kemi tentuar të parandalojmë tentimi ynë për të penguar ka qenë se objekti i hedhur është armë në kuptim të ligjit dhe se teza e mbrojtës se fjala ka qenë për tëm. Jo gaz gjatë cjelës me agent kimik elitus. Nuk gjenë asnjë provë të administruar në këtë shërtim sot. Për këto arsye, është pikërisht
raporti i ekspertit të njësisë për trajtimeve të mjeteve të internizuara eksploziv. Cili në mënyrë të qartë ka përcaktuar edhe kontrolin cila është përdorur në ditën kritike dhe se atë përmbajnë 5% agent kimik CS. Gjithashtu, teza e mbrojtjes bie vesh edhe me vetë logjikën e veprimit. Sepse atë ditë, për shkak të motive irrituese të mjetit të përdorur të konstatuar nga ekspertiza, të gjithë personat të pranishëm e kanë lëshuar sallën të vendit. Gjithashtu, veprimi i tillë, i planifikuar paraprakisht nga i pandemia, nuk ka asnjë shpjegim tjetër simbolik apo të rastësishëm, por një mjet testiminar për efektin që është arritur aty. Është përdorur kjo anë nga i anderi në qëllim të fiksimit të personave të tanishëm. Kjo të përfitu nga gjitha provat të karceta. Dhe është bërë pa asnjë paralajmërim paraprak në thirrjen e saj, në seancë plenare. Pra, nuk është dhënë rrugë ligjore dhe kohë që personat e tanishëm në atë seancë të largohen dhe të mos pësojnë nga efektet të këtij kazi irritues. Sa i përket personave rënduese e lehtësuese. Gjykata si propozojnë që në rastin e përcaktimit të llojit të gartësisë të mirë duke vepruar konform dispozitave të linjës 69/70 të
kontrol personazhit. Ndaj panderit, intersektorin e koma rënduse. Shkalla e lartë e dashjes dhe këmbgulja në kryen e vetës. I panderit ka siguruar paraprakisht bombolat. I ka futur në objektin e kudanit. I ka aktivizuar dhe hedhur gjitha këto veprime tregojnë një planifikim, e cila është element kryesor i këmbgulësisë dhe shkallët të gjatë të gjithësisë në natë. Gjithashtu të merë për bazë të planë rënduse numrin e madh të personave të rrezikuar dhe hapësira e mbyllur. Pasi që vepra është kryer në sallë të mbyllur, në të cilën ndodheshin shumë persona. Sa i përket konave përcuse, të këzojmë shkallës, në rastin konkret, nuk është evidentuar dhe një pasojë e rënd shëndetësore tek persona të pranishëm, si rezultat të detyrimit të panderit. Gjithashtu se vëton bitësuse në marrjen e pandemimit, të merret parasysh koha e gjatë e kaluar nga kryerja e veprës penale deri në këtë shqyrtim kryesor. Pra mbi 8 vite, e që është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën e Tirana për një të drejtë të panderit që të gjykohet brenda një kohe të arsyeshme. Ndaj, ditë të gjitha, së të pozoj gjykatës, për panderin të gjej fajtor dhe ta dënej së pastisë në panderit. Të në kam po, të kamë të në gjëllëri në shkër, të në të jetën e elaborë. Një nderuar gjyqtar, pas përfundimit të administrimit të provave në këtë procedurë, ne konsiderojmë se në këtë çështje penale nuk është provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se i mbrojtërim i ka përmbushur elementet e veprës penale përdorim i armës për të cilën akuzohet. Së pari, ekspertiza mbi të cilën mbështetet akt akuza e paraqet një mangësi thelbësore në vetë identifikimin e provës së ekzaminuar. Pra, në ekspertizë urdhërohet ekzaminimi i provës së shënuar me E16. Për të qenë qartë edhe për publikun, thotë, lidhur me kërkesën e prokurisë të Melore në Prishtinë, të datës 5/12/2018, me cilën është kërkuar nga specialistët e njësisë IEDD
të bëhet ekspertiza e dëshmisë E16 e përshkruar në përmbajtjen e dosjes së teknikës kriminalistike. Dërsa, nëse shohim në dosjen e teknikës kriminalistike, dëshmia E16 është një sprej dore, e cila nuk i është gjetur të mbrojturit tim. Çka do të thotë se kjo ekspertizë nuk ka lidhje as juridike as faktike me të mbrojturin tim, por raprovës i bie prokurorisë. Një mospërputhje e tillë krijon dyshim serioz lidhur me atë se cili objekt është ekzaminuar dhe rrjedhimisht nëse përfundimet e ekspertizës mund t'i atribuohen mjetit që pretendohet se është përdorur nga i mbrojturi im. Së dyti, pamjet e administruara në videoincizimin e paraqesin një rrethon faktike e cila nuk mund të anashkalohet nga gjykata. Në një ambient të mbyllur, në cilin pretendohet se është liruar gaz irritues. Kemi parë të gjithë që nuk vret që personat e pranishëm i manifestojnë simptomat karakteristike të ekspozimit të një substance të tillë siç përshkruhet në ekspertizë. Për të qenë më të saktë, thotë, siç e ceku edhe prokurori, gazi lotësiac ka efekt të menjëhershëm në organizmin e njeriut, siç janë lëtim, djegje, marramendje, acarim në frymorje, ngushtim gjoksi, kull, ndjesi, plasje e tjerë. Ndërsa, nga videot që i kemi parë ne dhe publiku, aty nuk vërehet asnjë person i cili manifeston këto simptoma si në ekspertizë. Së treti, do të vlerësu edhe qëllimi konkret i veprimit të mbrojturit tim. Ai nuk ka vepruar me synimin për të përdorur armë kundër ndonjë personi, për të lënduar apo për të rrezikuar dikën. Veprimi i tij ka pasur për qëllim pengimin e mbajtjes së një seance, për ndalimin e një marrëveshje të dëmshme ndaj vendit. Kur ekziston paqartësi lidhur me vetë identitetin e provës të ekspertuar, kur pamjet filmike nuk paraqesin pasojat që do të priteshin nga përdorimi i substancës së pretenduar, dhe kur nuk provohet se mjeti konkret në mënyrën në të cilën është përdorur ka përmbushur elementet e veprës penale të ngarkuar, mbetet vetëm një dyshim i arsyeshëm që sipas ligjit duhet të interpretohet në favor të panderit. Për këto arsye, ne konsiderojmë se prokuroria nuk ka arritur ta provojë akuzën përtej dyshimit të arsyeshëm. Dhe i propozojmë gjykatës që ndaj të mbrojturit tim të nxjerrë gjykim derdhës. Po ki disa më deklaro? Po. Ti dhe sa pajtush me avokatin tanë, po? Po, për jo. Po. Pajtuar me avokatin tim? I nderuar përgjykues, lidhur me rastin për të cilin akuzohem, dua të deklaroj se veprimi për të cilët së ndodhen para jush ka qenë aktivitet politik me qëllim të qartë. Vetëm një sekundë, a ka nevojë me shkruar me kimi shkrim, dhe Rozana? Ka nevojë me shkruar se vazhdimsi këmë bo... Atër për të shkruar ma ka dole se të në vetë masë trafikanti. Lidhur në rastin që akuzohen, po? Dua të deklaroj se veprimi për të cilët sot ndodhen para jush ka qenë aktivitet politik me një qëllim të qartë. Kundërshtimin dhe përpjekjen për të parandaluar ratifikimin e marrëveshjes
për të parandaluar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacioni me Mornizi, përmes së cilës Republika e Kosovës humbi 8200 hektar territor. Demarkacioni ishte gabim atëherë dhe mbetet gabim edhe sot. Koha që ka kaluar për atyre ngjarjeve nuk e ka zbej arsyen e kundërshtimit tonë. Përkundrazi, ajo e ka bërë edhe më të qartë se çfarë kemi kundërshtuar dhe çfarë kemi synuar të parandaluar. Pavarësisht përpjekjeve tona, marrëveshja u ratifikua. Sot, Republika e Kosovës ka 8200 hektar më pak. Territori i një republike nuk është një abstraksion, nuk është vetëm një vijë në hartë, një numër hektarësh në një dokument, apo një çështje që përfundon kur mbyllet një seancë kuvendit. mbyllet në një seancë të kuvendit. Territori është hapësira ku ushtrohet sovraniteti i shtetit. Ku njerëzit kanë pronat, shtëpi, të drejtat dhe jetën e tyre. Një votim përfundon brenda një dite, pasojat e tij mund të mbeten për breza. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Ka një ironi të rëndë në faktin se sot, në cilësinë e ministrit punëve të brendshme, më drejtohen pikërisht qytetarët të asaj zone, duke kërkuar ndihmën e shtetit për vështirësitë me të cilat përballet. Shtetit për vështirësi me të cilat përballet. Unë si përfaqësues i atij shteti duhet përpiqem të sill pasoja të një vendimi që si deputet jam përpjekur ta ndaloj. Ndërkohë, gjykohem për përpjekjen për ta penguar atë vendim. Pra ky është paradoksi që koha në ka sjellë përpara. Territori është humbur, pasojat kanë mbetur, qytetarët kërkojnë zgjidhje. Ndërsa para drejtësisë, pas gjithë këtyre viteve, vazhdojnë të jenë ata që kërkuan të ndalin humbje. Nuk po e them këtë për t'ju shmangur përgjegjësisë ime individuale. Përkundrazi, jam këtu dhe kërkoj që çdo veprim ime të shërtohet. Por historia nuk mund të përmbyset deri në atë pikë sa kundërshtimi i humbjes Përkundrazi, a mund shpëlizohet herë se kamë mas jam këtu përkundrazi këtu. dhe kërkoj që çdo veprim imi të shërtohet. Por historia nuk mund të përmbyset
deri në atë pikë sa kundërshtimi i humbjes së territorit të mbetet në bankën e të akuzuarve. Ndërsa vetë humbja e territorit të trajtohet sikur të ishte një fakt pa autor, pa vendimarrës dhe pa përgjegjësi. Një shtet duhet të ketë kujtesë vetëm për kundërshtimin e një vendimi, duhet të ketë kujtesë edhe për vendimin dhe pasojat e tij. Prandaj, pas gjatë këtyre viteve, nuk kam arsye ta ndryshoj qëndrimin tim politik për demarkacionin. Vetëm sepse sot jam para një trupi gjykues. E kam kundërshtuar atëherë edhe konsideroj të gabuar edhe sot. Nderuar trup gjykues, duhet jem aq i qartë për një çështje tjetër, e cila është thelbësore për përgjegjësinë time penale. Në një proces penal duhet vlerësohet veprimi konkret. Cili është mjeti, si është përdorur mjeti, ndaj kujt është përdorur, me çfarë qëllime, çfarë rreziku konkret ka krijuar, dhe nëse janë përmbushur elementet e veprës penale që më vihet në barë. Qasë një rreziku ka krijuar dhe kanë përmbushur elementet e veprës penale. Po? Që më vihet në barë. Pamjet e asaj dite ekzistojnë dhe janë para kësaj gjykate. Ato duhet të vlerësohen për atë që tregojnë realisht. Deputetët kanë qëndruar në sallë. Edhe ne kemi qëndruar aty. Dhe në ta nuk qëndron pretendimi i prokurorisë, se deputetët kanë lëshuar sallën. Nuk ka pas qëllim për të rreziku jetën askujt. Qëllimi ishte tjetër, dhe ai nuk është fshehur as atëherë, as sot. Qëllimi ishte ndërprerja e seancës dhe pengimi i votimit të marrëveshjes së demarkacionit. Për të cilën gjë unë sot nuk po gjykohem. Ishte veprim politik kundërshtues ndaj një vendimi politik. E dim se përgjegjësia penale është individuale. Prandaj, ajo nuk mund të ndërtohet vetëm mbi emrin që ligji e jep një sendi. Një sendi që u vërtetu se nuk di çfarë është. As çfarë kapaciteti, as çfarë doze, as mënyrën e përdorimit, dashjes nga elementet që kërkon vepra penale. Unë, as të tjerët,
nuk kemi pas dashje për të cënuar jetën apo integritetin fizik të askujt. Kam pas qëllim, pengoj një vendimarrje politike që e konsideroja dhe vazhdoj të konsideroj të dëmshme për Republikën. Dhe pikrisht këtu qëndron thelbi politik dhe njerëzor i këtij procesi. Sot unë jam para gjykatës, sepse kam tentuar pengoj faljen e 8.200 hektarëve të territorit të Republikës Kosovës. Vendimi që ne kundërshtuam ndërkohë është marrë, territori është humbur, pasojat kanë mbetur. Por përgjithësia nuk mund të ketë vetëm një drejtim. Nuk mund të kërkohet me këmbgulje përgjithësia atyre që kundërshtuan humbjen, ndërsa të harrohet përgjithësia atyre që morën vendimin që e prodhoi atë. Sepse atëherë krijohet një paradoks i rënd për një shtet, humbja mbetet pa përgjegjësi, ndërsa kundërshtimi i humbjes ndiqet penalisht. Dhe unë nuk besoj se drejtësia duhet shkruaj historinë e vetmit. Po ashtu drejtësia nuk është këtu për të përcaktuar kush kishte të drejtë politikisht në debatin për demarkacionin. Por as nuk mund të trajtoj veprimin tonë sikur të kishte ndodhur në një zbrasje pa shkak, pa kontekst dhe pa një çështje të jashtëzakonshme publike për të cilën po zhvilloi përplasja politike. Ne nuk kundërshtonim një ligj zakonshëm. Nuk po luftonim për privilegj personal. Nuk po mbronim një interes privat. Po kundërshtonim një vendim që preku territorin e Republikës. Dhe territori pasi humbet nuk rikthehet. Po që për të territorin e Republikës, dhe territori pasi humbet nuk rikthehet me një vendim gjykate, me një deklaratë politike, apo me një kërkim falje shumë vite më vonë. Kjo është arsyeja pse reagimi im ishte jashtëzakonshëm, sepse ajo që po ndodhte ishte jashtëzakonshme. Ishte jashtëzakonshme, sepse ajo që po ndodhte ishte e jashtëzakonshme. Me këtë nuk dua të them se aktiviteti politik qëndron mbi ligjin. As nuk kam ardhur këtu për të kërkuar një privilegj të tillë. Ishte mbi ligjin. E as nuk kam ardhur këtu për të kërkuar një privilegj të tillë. Por ligji penal kërkon përgjegjësi për veprime konkrete dhe për fajësi konkrete. Ai nuk mund ta shndroj automatikisht një akt kundërshtimit politik në një akt drejtuar kundër jetës dhe sigurisë së njerëzve, kur faktet nuk e provojnë këtë.
Unë nuk kërkoj nga kjo gjykatë të gjykoj demarkacionin. Pra, nuk kërkoj nga ju të ndoni bindjet e mia politike. Ndonë se, çdo shërbëes i shtetit duhet ta mbroj atë që kemi më të shtrenjtin, territorin e Republikës sonë. Së shërbëes, shtetit, shërbëes. Shërbëes. I shtetit duhet ta mbroj atë që kemi më të shtrenjtin, territorin e Republikës sonë. Por, patjetër, po kërkoj diçka shumë themelore. Të gjykoni për atë që kam bërë realisht. Gjykata duhet përcaktoj çfarë kam bërë, çfarë qëllimi kam vepruar dhe çfarë pasojash konkrete ka prodhuar veprimi im. Kam vepruar për të ndërprerë një seancë dhe për të penguar një votim në kuadër të kundërshtimit politik ndaj një marrëveshje. Ne do të një marrëveshje Që cënoj territorin e Republikës Kosovës. Dhe atë pa qëllim për të plagosur apo rrezikuar jetën e dikujt. Ashtu siç thash edhe më herët, për këtë qëndrim politik nuk kam ndryshuar mendim. Demarkacioni ishte gabim atëherë, dhe mbetet gabim sot. 8.200 hektarë nuk janë një mendim politik, janë territor, dhe territori humbur nuk bëhet më pak i humbur vetëm sepse kanë kaluar vite nga vendimi që e humbur. Pas gjithë këtyre viteve, ekziston një pyetje që besoj se do të mbetet përtej edhe këtij procesi gjyqësor. Që besoj se do të mbetet përtej edhe këtij procesi gjyqësor. Si mund të ndodhë që për humbjen e territorit mos jap llogari askush, ndërsa për përpjekjen për të ndaluar atë të vazhdoj të kërkoj përgjegjësi penale. Territori që kërkuam të mbronim nuk është më nën sovranitetin e Republikës. Kjo është një fakt që nuk mund ta ndryshojmë sot, por të paktën mos përmbysim edhe përgjegjësinë për atë që ndodhi. Mos mrim në përfundimin se humbja ishte e pranueshme, ndërsa përpjekja për ta penguar atë ishte krim. Ndërsa përpjekja për Ta penguar atë ishte krim. përpjekja për ta penguar atë ishte Krimi. krimi. Nderuar trup gjykues, për akuzën që më vjet në barë, ndihem i pafashëm. Realisht, unë nuk po gjykohem për atë çfarë kam tentuar të bëj. Konkretisht, pengimin atyre personave zyrtar që të falin tokë.
keqja është se aty isha edhe i pasuksesshëm. E keqja është aty. Isha edhe i pasuksesshëm. Isha. I pasuksesshëm. Se të shumë. Po, Dhe mbi bazën e fakteve, rrethonave konkrete, mënyrës së veprimit, në bazën e fakteve dhe rrethonave konkrete, mënyrës së veprimit dhe qëllimit real të veprimeve të mia, kërkoj nga ju të merrni vendimin që nuk deformon historinë. Faleminderit shumë. Herë po, nëse më kanë që tjetër.